Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama e ka nisur vizitën dytitore në Vatikan me një ndalesë në bazilikën e Genazanos, ku ndodhet ikona e Zojës së Këshillit të Mirë, e njohur si mbretëresha e Shqipërisë. I shoqëruar nga familja e tij, ai bëri një lutje në gjuhën shqipe përpara shenjtores. Në agjendë janë takime me Papa Leonin e 14 dhe drejtues të lartës Elisë së Shenjtë. Vizita zyrtare dytitore e kryeministrit Edi Rama në Vatikan ka nisur me një moment simbolik dhe shpirtëror në Genazano, në bazilikën ku ruhet shëmbulltyra e Zonjës së Këshillit të Mirë, një figurë e dashur për besimtarët shqiptar dhe e njohur si Regjina di Albania, mbretëresha e Shqipërisë. Ikona sipas traditës është vendosur mbi një fragment të murit të shkëputur nga kisha e Shkodrës në vitin 1467, duke e lidhur historikisht këtë shitore me Shqipërinë. Për këtë arsye ajo konsiderohet prej shekuj si një simbol I besimit dhe identitetit kombëtar për shqiptarët të brenda dhe jashtë vendit. I shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama dhe djali I tyre, kreu I qeverisë, u ndal për lutje përpara ikonës duke u drejtuar në gjuhën shqipe me një mesazh për paqe, udhëzim dhe mbrojtje për popullin shqiptar. O Mari, në nëndë dhe Këshillit të Mirë, ka që dashur për fëmijët e Shqipërisë në ande dhe jashtë andevët. Sot, o vim të ti, edhe një herë, da besojnë popullin tonë, familjen tona, rinin tonë. Ti, që je Zoja e Shkodrës dhe mbarë Shqipërisë, na udhëhiq në rrugën e smirës, na jep dritë në dyshime dhe ngushëllim në provën e jetës. Në mbrojtjen tënde kërkojmë strehë, o Virgje e bekuar. Mbroje Shqipërinë, ndriço mendjet tona dhe na bëj të jemi gjithmonë besnik ndaj birit tënd, Jezusit. O Zoja e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Amen. Kjo bazilik është vizituar ndër vite dhe nga papët e Romës, ndërsa sipas Elisë së Shenjtë, një nga gjestet e para të Papa Leonit 14 pas zgjedhjes së tij ka qenë po ashtu një lutje përpara kësaj ikone. Në vijim të agjendës zyrtare, gjatë paradites, kryeministri pritet të zhvillojë një audiencë me Papa Leonin 14 në bibliotekën papnore. Përpara takimit ai u prit në oborrin San Damaso të pallatit apostolik nga prefekti I shtëpisë papnore dhe përfaqësues të protokollit të Elisë së Shenjtë. Programi I vizitës përfshin gjithashtu një omazh në vendvarrimin e Papa Franceskut në bazilikën Santa Maria Maggiore, si dhe një takim me kardinalin Pietro Parolin, sekretarin e shtetit të Vatikanit, ku pritet të diskutohen çështjet e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Elisë së Shenjtë. Vizita vlerësohet si një moment I rëndësishëm diplomatik dhe simbolik, duke theksuar lidhjet historike dhe shpirtërore mes Shqipërisë dhe Vatikanit. Puna për kodin e ri elektoral ka mbetur pezu për shkak të mosmarrveshjes mes forcave politike. Kreu I prezencës së OSBE-s në Tiranë, Mikel Taran, kërkoi që partitë të rikthehen në dialog në komisionin e posaçëm. Ai theksoi se reforma është e nevojshme lidhur me çështjet thelbësore si financimi I partive, vota e diasporës dhe ndarja e mandateve. Reforma zgjedhore në Shqipëri ka ngecur për shkak të konflikteve politike mes mazhorancës dhe opozitës, duke lënë pezull punën për hartimin e kodit të ri elektoral. Dhjetori I vitit kaluar ishte afati që partitë I kishin vënë vetes për të përgatitur listën për financimin e partive, por procesi u bllokua për shkak të bojkotit të opozitës dhe mungesës së dialogut konstruktiv. Në një reagim të fundit, Mikel Taran, kreu I prezencës së OSBE-s në Tiranë, duke shënuar ditën botërore të zgjedhjeve, bëri një thirrje që politikat të rikthehen dialogut në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore. Enkurajojmë punën e komisionit ad hoc, komisionit për reformën e zgjedhjeve, që shpresojmë shpejt do të rifilloj punën e saj, sepse puna e saj është një punë shumë e rëndësishme, sepse ka një problem, ka disa problem të lidhura me ligjin e zgjedhjeve që nuk është akoma sipas nesh duhet të jetë, dhe kjo është një rekomandim që bëhet nga mision të vëzhgimit të djerë çdo herë.
Ndonë se theksoi se OSB-ja nuk përfshihet sa i përket debatit politik, diplomati apeloi që mesazhi i tij të shkojë partive. Kësaj herë unë kam përshtypje që mesazhin e Odirit e kam dëgjuar. Më duket që partitë politike të ndryshme, dhe sigurisht nuk hym në asnjë mënyrë në debatin politik e këtu jemi absolutisht neutral, nuk është roli ynë, por flas unë për gjithë partitë politike që janë përfaqësuar në parlament dhe kemi përshtypje që të gjithë janë dakord që ky ligj, ky reforma e ligjit është e nevojshme dhe do të ndihmojmë për të përmirësuar, për të punuar me këtë. OSB-i dhe Odiri theksojnë se reforma zgjedhore është jetike për rritjen e besimit të qytetarëve tek procesi demokratik dhe duhet të bëhet në bashkëpunim të plotë të gjithë forcave politike duke respektuar afatet dhe ligjet ekzistuese. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor gjykatën kushtetuese për të mbrojtur sipas tij abuzimet e qeverisë. Ai lidhi këtë me zvarritjen e vendimarrjes për masat ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Berisha paralajmëroi se opozita do të vijojë betejën politike deri në largimin e Ramës nga pushteti. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama duke e fajsuar për ndërhyrje politike në institucionet e drejtësisë dhe në mënyrë të veçantë në gjykatën kushtetuese. Sipas tij, zvarritja e vendimarrjes për masat e pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku është një tregues i qartë se qeveria po përdor institucionet për të mbrojtur veten. Edi Rama ka bërë parzmore shtrofullin e fundit të plaçkicëve në Shqipëri, gjykatën kushtetuese. Imagjinoni një gjykatës që ikën si nga seanca e gjykimit. Një turp njeri. Por e dinë se s'pson gjë, sepse është urdhri i Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, siç është ai Ibrahimi. E dinë që nuk pson gjë dhe ikën. S'ka detyrë, s'ka nder, s'ka flamur, s'ka asgjë. Në të njëjtën dalje, kreu i demokratëve u ndal dhe te protesta e paralajmëruar për 10 shkurtin, duke e cilësuar atë si pjesë të një strategjie të vetme politike. Edi Rama nuk do pranoj kurrë të heq imunitetin e Lubi Ballukut. Dhe kjo vetëm sa i dorëzon në atë moment dhe imunitetin e tij. Dhe ai është i gatshëm me çdo shfim të mbrojë se i takon të dërgjet e kalbet burgjeve, ndofta edhe për 30-40 vite me aferat e tij korruptive dhe më shumë. Por Edi Rama nuk i heq imunitetin Lubis. Kjo është shumë e qartë. Imunitetin asaj dhe Edi Rama do t'ja heqin populli shqiptar dhe vetëm shqiptarët. Dhe u garantoj që do të realizojnë. Sali Berisha po jep sinjale të ngujimit të protestës në shesh duke paralajmëruar se revolta nuk ndalet pa ikur Edi Rama. Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për projektin e riabilitimit të argjinaturës së lumit Erzen pas përmbytjes së regjistruar në fillim të janarit. Është urdhëruar sekuestrimi i dokumentacionit të plotë të prokurimit, zbatimit dhe leje të ndërtimit për projektin. Përmbytjet shkaktuan dëme të mëdha materiale dhe një viktim në qytetin bregdetar. Prokuroria e Durrësit po verifikon projektin për riabilitimin e argjinaturës së lumit Erzen në kuadër të hetimeve për përmbytjet e shkaktuara në fillim të muajit janar, të cilat prekën në rënd qytetin dhe fshatrat përreth. Me kaq të shkurt, autoritetet kanë kërkuar nga Bashkia e Durrësit vënje në dispozicion të gjithë dokumentacionit lidhur me procedurat e prokurimit, zbatimit dhe marrjes në dorëzim të objektit të riabilitimi i argjinaturës, ngritjes së bankinës dhe sistemit të argjinaturës së lumit Erzen, si dhe të gjitha lejeve të ndërtimit dhe dokumenteve tekniko-ligjore për këtë projekt. Ky hetim është pjesë e një procedure më të gjerë që përfshin edhe sekuestrimin e dokumenteve në institucionet e tjera të pushtetit dhe verifikimit lidhur me shkaqjet e regjistrimit të pasojave nga përmbytjet. Çarja e argjinaturës ka prekur rënd banorët e Durrësit, veçanërisht fshatrat Katund i Ri, Suk dhe Flak, ku përveç tokave bujësore, uji ka depërtuar edhe në banesa. Sipas të dhënave, rreth 1000 banesa janë dëmtuar, qindra banor u evakuan dhe mbi 300 biznese pësuan dëme materiale. Përmbytjet shkaktuan edhe një viktim, 54 vjeçari Astrid Hysena i punonjës si pastrimit të bashkisë në Durrës, i cili u gjeti vdekur në kanalin e zonës së ish repartit ushtarak nga pulumbarët pas përplasjes me rrjedhën e fortë të ujit. Hetimet e prokurorisë pritet të hedhin dritë mbi përgjegjësitë për mbytjen dhe të vlerësojnë nëse procedurat e projektit të riabilitimit janë zbatuar siç duhet.
Banorët e fshatit të Rjoll kanë zhvendosur protestën e tyre para zyrave të Spakut duke kërkuar drejtësi për tokat e pretenduara nga një biznesmen për ndërtimin e një resorti me 5 yje. Sipas banorëve, pronat u grabitën përmes falsifikimit nga një person i quajtur Fatmir Shpellzaj. Banorët e Rjollit të Velipojës kanë vendosur të zhvendosin protestën e tyre para Spag, duke shprehur besimin se vetëm ky institucion mund t'i japë zgjidhje çështjes së pronësisë së tokave në zonën bregdetare. Ata kanë deklaruar se kallëzimi i tyre i mëparshëm ju kalua prokurisë së Shkodrës, por mos kompetencë, ku sipas tyre ky institucion ka ndërmarrë asnjë veprim konkret deri më tani. Sot banorët depozituan një kallëzim shtesë duke kërkuar që Spag të marrë çështjen në dorë dhe të kryejë hetime të theduara. Ata akuzojnë një person me emrin Fatmir Shpellzaj, i cili sipas pretendimeve të tyre ka falsifikuar dokumentet për të grabitur pronat e tyre dhe më pas i ka shitur këto toka tek biznesmeni Ulaj, i cili planifikon ndërtimin e një resorti me 5 yje. Banorët kërkojnë ekspertim të dokumenteve dhe veprime në kadastër, pasi pretendojnë se të dyja palët kanë certifikata pronësie. Kam pru letra që të vërtetoj pronësinë dhe t'i them gjyshit, o jam kanar me ty, ose ta mallkoja të në varë që më kanë lënë letra. Më ka lënë letrën që në 35-ën dhe kam këto. Dhe gjyqtari i cili mori dënimin e merituar atje, më tha mu që letrat tuaja janë falso, jo falso. Por nuk ta jap pronën se nuk gjej kufitarin lindor. Kurse zotria pa kufitar fare, pa letra fare, i mori 1500 lëmë tokë. I shiti, për një vit i shiti, për një vit banin gjyqin, për një vit mori paret, për një vit fillojmë ndërtimin, gjitha i bani këta. Kush është ky? Qa janë këta? Protestuesit bëjnë thirrje për drejtësi dhe paralajmërojnë se nuk do të ndalen derisa çështja të marrë trajtimin e dur, duke theksuar shqetësimin e tyre për humbjen e pronave dhe ndikimin që resorti të ketë mbi zonat bregdetare dhe jetesën e komunitetit lokal. Gjykata e posaçme ka nisur të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese që kufizon sekuestrimin e telefonave nga Spag. Rasti i parë është regjistruar në apelin e posaçëm, i cili rrozoi vendimin për mbajtjen e celularëve të sekuestruar të një zyrtarie të lartë të policisë së shtetit. Vendimi shënon një precedent të ri mbi mënyrën se si prokuroria mund të administrojë pajisjet elektronike gjatë hetimet. Gjykata e posaçme ka nisur një reflektim konkret të vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili vendos kufin të qartë për praktikën e sekuestrimit të telefonave dhe pajisjeve elektronike nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Rasti i parë që sinjalizon ndryshimin e qasjes është regjistruar në gjykatën e apelit posaçëm. Kjo e fundit ka rrëzuar vendimin e shkallës së parë për sekuestrimin e telefonit të Ervina Gjanës, zyrtare e lartë e policisë së shtetit, duke vendosur kthimin e disa prej pajisjeve të marra gjatë kontrollit të banesës së saj. Në muajin dhjetor, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar kishte refuzuar kërkesën e Gjanës për rikthimin e celularit të sekuestruar në kuadër të një hetimi të Spag për një grup të dyshuar kriminal që dyshohet se ka abuzuar me tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Akshi. Gjatë kontrollit në banesën e saj dhe të bashkëtuesit, autoritetet sekuestruan 8 telefona celular dhe 2 laptop. Pas shqyrtimit të ankimimit, apeli vendosi të kthejë një pjesë të pajisjeve, duke sinjalizuar zbatimin e standardeve të reja të vendosura nga gjykata kushtetuese. Në të njëjtin vendim, apeli ka urdhëruar gjithashtu ndalimin e publikimit apo dekonspirimit të këtij vendimi deri në përfundimin e hetimeve paraprake. Në korrik të vitit kaluar, gjykata kushtetuese vendosi të kufizojë praktikën e ndjekur masivisht nga Spag për sekuestrimin e telefonave, duke theksuar se pajisjet personale nuk mund të merren pa një vendim gjykate të posaçëm. Sipas këtij vendimi, prokuroria nuk ka të drejtë të sekuestrojë telefonat e personave nën hetim apo të personave të lidhur me ta pa autorizim gjyqësor. Për më shumë se 3 javë zhvijojnë pa ndërprerje kërkimet për gjetjen e 30 vjeçarit Jurgen Karaj, zhdukur në rrjedhën e porojit të Darësit në Klos. Operacionit janë bashkuar edhe forcat e sigurisë të Kosovës, të cilat po kontrollojnë zonën me pajisje të specializuara, përfshirë dronë në ujor. Deri më tani, pavarësisht kontrolleve intensive në Lumin Madh dhe liçenin e Ulzës, nuk është gjetur asnjë gjurmë e tij.
Prej datës 10 janar, autoritetet shqiptare po vijojnë operacionin e kërkim shpëtimit për gjetjen e trupit të 30 vjeçarit Jurgen Karaj nga fshati Fullqet i Klosit, i cili dyshohet se është rrëmbyer nga rrjedha e ujit e përrojit të Darsit pas një aksidenti automobilistik. Kërkimet janë shtrirë gjatë gjithë vijës lumore të malit dhe po zhvillohet çdo ditë pa ndërprerje me angazhimin e 10 forcave të batalionit të 3 të repartit të Kompsërisë në Burrel, strukturave të emergjencës si dhe familjarëve të riut, të cilit për javësh ndjekin nga afër çdo operacion në terren. Që për 29 janarit operacionit është bashkuar dhe një grup i specializuar nga forcat e sigurisë së Kosovës, duke rritur kapacitetet teknike të kërkimit. Ata kanë përdorur pajisje të avancuara, përfshirë një dron në ujor për të kontrolluar zonat e thella dhe të vështira të basenit të liçenit të Ulzës, ku dyshohet se mund të jetë zhvendosur trupi për shkak të rrjedhës së fortë të ujit. Pavarësisht kontrolleve të përsëritura në disa segmente të lumit dhe skanimeve të thellësisë së liçenit, deri më tani nuk është gjetur asnjë shenjë që të çojë në lokalizimin e 30 vjeçarit, ndërsa kërkimet vijojnë me intensitet të plot. Ngjarja ndodhi kur 30 vjeçari udhtonte si pasagjer në një automjet që drejtohej nga 24 vjeçari Andi Losha. Sipas hetimeve, drejtuesi i mjetit humbi kontrollin dhe makina përfundoi në prrua. I riu arriti të dalë nga automjeti dhe të shpëtojë, ndërsa 30 vjeçari dyshohet se u mor nga rrjedha e ujit. Pas aksidentit, Losha është arrestuar nga policia pasi dyshohet se e drejtonte mjetin në gjendje të dehur dhe nuk i ka dhënë ndihmë pasagjerit dhe nuk ka njoftuar më pas autoritetet, duke u larguar nga vendngjarja. Ai përballet me akuza për shkelje të rënd të rregullave të qarkullimit dhe mosdhënie ndihmë. Ndërkohë, familjarët e 30 vjeçarit vijojnë të presin me ankth një përgjigje, teksa operacioni i kërkimit mbetet në fokus të autoriteteve dhe pritet të vazhdojë deri në zbardhjen e plotë të fatit të tij. Gjykata e Gjirokastrës ka lënë në burg 3 persona dhe në arrest shtëpie një tjetër, të akuzuar për dhunë në familje dhe heqje të palishme të lirisë. Sipas hetimeve, ato morën peng dhe dhunuan një 30 vjeçare pas një konflikti familjar. Ngjarja ka ndodhur në muajin janar dhe u zbulua pas ndërhyrjes së policisë. 3 persona kanë përfunduar në qeli dhe një tjetër është vendosur në arrest shtëpie pas vendimit të gjykatës së Gjirokastrës për ekzekutimin e masës së sigurisë ndaj 4 shtetasve të dyshuar për dhunë në familje dhe heqje e palishme e lirisë. Sipas informacionit zyrtar të policisë, të dyshuarit, të lidhur me njëri tjetrin përmes marrëdhënieve familjare, dyshohet se kanë marrë peng një 30 vjeçare duke e mbajtur me forcë dhe më pas duke ushtruar dhunë fizike ndaj saj pas një konflikti të brendshëm familjar. Në pranga kanë përfunduar vëllai dhe xhaxhai të res të 2 banues në Tiranë, të cilët u kapën nga shërbimet e komisariatit të policisë numër 3, si dhe bashkëshorti i saj me banim në Kulcyr. Ndërkohë, një 51 vjeçar nga Tirana, i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë ngjarje, është lënë në masën arrest në shtëpi. Nga hetimet paraprake rezulton se ngjarja ka ndodhur me 10 janar 2026, ku 4 persona dyshohet se e kanë futur me forcë 30 vjeçarin në një automjet duke hequr lirinë e lëvizjes për një periudhë kohe dhe duke e dhunuar më pas. Materialet proceduriale janë referuar prokurisë së Gjirokastrës, e cila po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përgjegjësive ligjore të secilit prej të përfshirëve. Pas një vit të ndalimit, TikToku rikthehet zyrtarisht për të gjithë përdoruesit shqiptar. Vendimi i Këshillit të Ministrave lejon akses të plotë për përdoruesit, bizneset dhe krijuesit e përmbajtjeve. Autoriteti shqiptar njofton partneritetin me TikTok për siguri online dhe filtra mbrojtës ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme. Qeveria shqiptare ka vendosur rikthimin e TikTokut. Aplikacioni ndaluar për një viti është lejuar në përdorimin e tij të plot nga qytetarët dhe bizneset që e përdorin si mjet kryesor komunikimi dhe marketingu. Sipas njoftimit zyrtar, rikthimi shoqërohet me bashkëpunim me përfaqësues të TikTokut për të implementuar filtra mbrojtës përmes fjalëve kyçe, kontroll të përmbajtjes dhe mënyra efektive raportimit të shkeljeve. Njëkohësisht, qeveria po punon në hartimin e një plani të mirëfillt ndërgjegjësimi dhe komunikimi për përdoruesit, duke u fokusuar tek fëmijët, të rinjt, prindërit dhe mësuesit për përdorimin e sigurt dhe të përgjegjshëm të platformave digjitale. Ndërkohë, gjatë periudhës së ndalimit, disa përdorues kishin gjetur mënyra për të anashkaluar kufizimet duke vazhduar të përdorin TikTok për komunikim dhe argëtim. Zhbllokimi i aplikacionit është mirëpritur nga publiku, sidomos në një kohë kur bota virtuale dhe media sociale luajnë rol të madh në jetën e përditshme dhe bizneset e vogla. Eci me të tjera zhvillime, gjykata ka vendosur vazhdimin e masës së paraburgimit për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçin në akuzën për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Paraburgimi është vendosur edhe për Bashkim Smakain,
Fadil Falziu dhe Isnik Hilajn dhe Hajridin Kuçil, të arrestuar në dhjetor 2024 dhe transferuar në dhëmat e specializimit të Kosovës. Gjykata ka caktuar vazhdimin e paraburgimit për ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, lidhur me akt akuzën për veprat penale kundër administrimit të drejtësisë. Ky vendim u mor në kuadër të hetimeve dhe procedimeve që lidhen me pretendimet se Ivan Deuri ka tentuar të ndikojë në procesin gjyqësor. Përveç Thaçit, paraburgimi është vazhduar dhe ndaj 4 personave të tjerë bashkim Smakaj, Fadil Falziu, Isnik Hilaj dhe Hajridin Kuçi. Të arrestuarit u kapën në 5 dhjetor 2024 në Kosovë dhe më pas u transferuan në objektin e paraburgimit të Dhomës Speciale të Kosovës, bazuar në akt akuzën të konfirmuar dhe fleta arrestime të lëshuara nga Haga. Sipas gjykatës, ka prova të mjaftueshme për të konstatuar se nëse Thaçi do të lirohej nga paraburgimi, do të ekzistonte rreziku serioz që ai do të ndikonte në dëshmitar të pengonte ecurinë e procesit ose të kryente vepra të tjera penale. Ky rrezik u konsiderua vendimtar për vendosjen e masës së vazhduar të paraburgimit. Hashim Thaçi ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag, që nga nëntori i vitit 2020, ku po përballet me procese për krime lufte. Në vitin 2024 ndaj tij u ngrit akt akuza e re për shkelje të administrimit të drejtësisë, akuza e cila çon në lëshimin e flet arrestimit të tij në objektin e paraburgimit me 5 dhjetor 2024. Sipas akt akuzës së re, Thaçi akuzohet se ka tentuar të pengojë persona zyrtar në kryerjen e detyrave të tyre, duke përfshirë veprimtari për të ndikuar në proceset e çështjes dhe për të cënuar integritetin e gjykimit. Akt akuza përmban 3 akuza për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrave, 3 akuza për shkeljen e fshehtësisë së procedurës dhe 4 akuza për mosbindjen e gjykatës. Ky zhvillim ndërkohë zhvillohet paralelisht me procedimin kryesor të Thaçit për krime lufte para Dhomave Speciale të Kosovës, duke shtuar kompleksitetin e sfidave juridike dhe institucionalizmit të drejtësisë në rastet më të ndjeshme të pasluftës në vend. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 6 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot të vrenjtur dhe reshje shiu në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga reshje shiu her pas here të dendura, kryesisht në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me reshje shiu në të gjithë territorin pa përjashtim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:40 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 13 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 6 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e vranësirave dhe reshjeve të shpeshta të shiut. Paraditja do të jetë me reshje shiu në shumicën e qyteteve, ndërsa pasditja vijon me reshje shiu të her pas hershme.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 6 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:37 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:02 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 7 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 8 gradë Celsius. Pej 4 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 6 gradë Celsius. Suharek 4 deri në 8 gradë Celsius. Prizren 2 deri në 8 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare dritat.tv, mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.